Ndërsa, a është e vërtet, ose nëse është mit që nuk ka as operacion, as kërgjo që nuk e rikthen prapë problemet e sinuzit, sepse e operon, mas 2-3 vjetëve rikthehen apet, si qëndron kjo teori dhe për arsim? Kështu, vazhdimisht për shkaktarit cili ka pru në infekcion sinusogjen. Po. Në qoftë se kanë qenë polipet shkaktarët e infekcionit sinusogjen. Largohet. Largojmë polipet mirë, po të e marë parasysh mundësinë e përsëritjes së polipeve, ne nuk mund të themi se ke kry një intervenim dhe ke zgjidhur një problem. Po. Në qoftë se nuk jeni në kontakt të vazhdueshëm me mjekun i cili ose profesionistin lamis përkatëse, i cili e trajton në mënyrë të vazhdueshme, mund të rikthehet prapë sëmundja. Në qoftë se ka qenë një pengesë mekanike, sistemi septume ose një hipertrofi e konkave ose një çrregullim i kompleksit osteomeatal, cili ka sjellë deri te paraqitja e sinusëve, e ke zgjedhur atë problem, nuk ke me pas atë lash. Sepse ajo zgjidhet. Përveç nëse nuk ke ndonjë lëndim, i cili ndonjë frakturë që ka mujt